Hapat e para, historia e këpucëve të njerëzimit. Fillimi i nevojës për këpucë. Para se të kishte këpucë, si sot, njerëzit e lashtë ndoshta bulonin thjesht këmbët me lëkurë, gjethe ose shkopin, kur ndjenin të nevojshme. Ka indikacione se këpucët primitive mund të jenë përdorur që 40.000 vjet më parë, sepse të kockat e gishtave të këmbës, tek disa gjetje njerëzore, u vure një dobësim i shputave që sugjeron përdorimin e mbrojtjes së këmbëve shumë herët në historinë njerëzore. Sandalet më të vjetra të datuara. Në Fort Rock Cave, Oregon, SBA, janë gjetur sandalet të bëra prej bimesh, sagebrush, që i përkasin periudhës rreth 10-500 nënt 300 vjet më parë. Këta janë artikujt më të lashtë të veshjes që janë datuar direkt nga materiali i tyre, shumë para piramidave të Egjiptit. Këto sandale tregojnë se njerëzit në atë kohë kishin nevojë për mbrojtje të këmbëve në terrenet e ashpra, një hap kryesor tek zhvillimi i kulturës materiale. Këpucët prej lëkure më të vjetra që njohin, në vitin 2008, në shpellën Areni 1, në Armeni, arkeologët gjetën një këpucë prej lëkure që daton rreth 3000 para Krishtit, rreth 5500 vjet më parë. Si ishte ajo këpucë? E bërë prej cope lëkurë viçi, me qepje në pjesën e përparme dhe mbrapa, afërsisht sa një madhësi moderne EU 37 US7. Brenda saj u gjet mbash kush për izolim, ose për të mbajtur formën. Ishte më moderne se sa mund të imagjinoni, dhe shumë e ngjashme me llojet e thjeshta këpucësh të shekullit të 20. Kjo këpucë është më e vjetra bërë prej lëkure që është ruajtur deri më sot. Dallimi midis sandaleve dhe këpucëve të mbyllura. Sandalet prej bimesh, të gjetura në SBA, kanë mbi 9000 vjet. Këpucë lëkure të mbyllura, si ajo e Aren 1, janë rreth 5500 vjeçare dhe janë më të sofistikuara në konstruksion. Kjo tregon se më parë njerëzit përdorin materiale të buta dhe me kalimin e mijëvjeçareve, teknikat e prodhimit u zhvilluan për t'i bërë këpucët më të qëndrueshme dhe të rehatshme. Ato tregojnë histori njerëzore, që përmesojnë nga këto gjetje. Njerëzit kishin nevojë për mbrojtje të këmbëve dhe që në kohët e largëta për të lëvizur në terrene të vështira. Këpucët janë produkti i kulturës, materiale që shfaqen bashkë në mënyra të jetesës, bujqësinë, gjuetin dhe migrimin. Zburimet arkeologjike na lejojnë të kuptojmë jo vetëm modën, por edhe dallimet sociale, teknologjike dhe adaptimin mjedisor të popujve të lashtë. Vazhdimi i historisë. Pas këtyre këpucëve të lashta, përdorimi i lëkurës, llastikut, qepjeve dhe materialeve të tjera u bë më i përhapur. Nga sandale primitive, njerëzimi kaloi në këpucë për lëkure me kapse, këpucë ushtarake të romakeve, e deri në forma moderne të ditëve të sot.